Gjestit në koncert, fansat I japin dhuratë për Eglita Kon. Gjesti po vazhdo me koncerte në vende të ndryshme, pas aventurave në shtëpitë më të famshme të VIP-ave në Shqipëri dhe Kosovë. Si fitues ai po vazhdon të marrë vëmendje të madhe e të jetë shumë I komentuar. I njëjti në një performancë të fundit mori një dhuratë nga fansat që ishte për Eglita Kon. Do t'ja jap. Faleminderit shumë, ka qenë përgjigja e artistit Pejan. Ai më pas performoi disa nga këngët e tij më të famshme që janë shndërruar në hite. Gjesti vlen të ceket se u shpall fituesi I edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Pak ditë më parë në një intervistë theksoi se është me Eglin, por që janë shumë të zënë me angazhime profesionale. Por në rrjetet sociale ka aludime se çifti nuk janë më bashkë që nga dalja nga shtëpia e VIP-ave. Persona të ndryshëm hedhin dyshime se ata deklarojnë se janë bashkë vetëm për faktin se historia e tyre shet akoma dhe duan që të qëndroj fama sa më gjatë. Gjithsesi kjo mbetet për tu parë. Koha është rrëfyesi më I mirë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.